Hetimi është duke u zhvillu lidhur me dyshimet për dhënien me qiratë të kësaj fabrike. Janë duke u bastisur Ministria e Bujqësisë, Agjencia për Zhvillim Bujqësor, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe lokacioni i kompanisë përfituese e kontratës. Prokuria speciale ka filluar një hetim lidhur me dhënien në shfrytëzim të fabrikës për përpunimin e nënprodukteve shtazore. Hetimi është duke u zhvillu lidhur me dyshimet për dhënien me qiratë të kësaj fabrike. Jemi në fazën e hetimit, jemi duke i zhvilluar bastiset dhe kontrollet në bazë të urdhrit të gjyqtarit të procedurës paraprake të gjykatës themelore në Prishtinë, me kërkesë të prokurisë speciale. Po ashtu me autorizimin tonë, policia së bashku me ne është duke i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme, me qëllim të sigurimit të informacioneve të nevojshme dhe drejt zbardhjes së rastit konkret. Për çështjet më në detaje nuk mund të lëshohemi, fthiset janë duke u zhvilluar në 4 lokacione, janë në vijim sipër dhe për çdo veprim tjetër as sa na lejohet do t'ju njoftojmë. Janë duke u bastisur Ministria e Bujqësisë, Agjencia për Zhvillim Bujqësor, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe lokacioni i kompanisë përfituese e kontratës.